Shënohet 27 vjetori eksodi të shqiptarëve të Kosovës, kur gjatë luftës së 1998-99 rreth 1 milion shqiptar u detyruan nga forcat paramilitare serbe të shpërnguleshin në Shqipëri dhe Maqedoni. Përveç të shpërngulurve në Shqipëri dhe Maqedoni, mijëra shqiptar të tjerë kaluan kufirin edhe me malin e zi, ndërsa qindra mijëra ishin zhvendosur nga shtëpitë e tyre për të gjetur strehim në malet e Kosovës. Ata ishin fëmijë, gra e të moshuar, të dhunuar, të torturuar dhe të masakruar. Eksodja apo dëbimi i shqiptarëve me dhunë nga vatrat e tyre arriti kulmin pas fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër pikave ushtarake dhe policore të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe Malit të Zi. 16 prilli është data kur shënohet edhe dita e eksodit si shenjë falënderimi dhe respekti për të gjithë ata që hapën dyert e veta për të pritur vëllezërit e tyre shqiptar nga Kosova. Një nga simbolikat kryesore të 16 prillit është edhe obelisku, ku ulla u ndërtua në shenjë falënderimi ndaj popullit shqiptar. Ajo është ndërtuar në vendin ku ishin vendosur çadrat që strehonin popullatën kosovare. Kulla është 23.5 metra e gjatë dhe është e mbushur me foto të cilat paraqesin ngjarjet e asaj kohe, e që kulmon në datën 16 prill të çdo viti, e për të kujtuar ditën e shpërnguljes me dhunë të shqiptarëve nga shtëpitë e tyre dhe vuajtjet e tyre nga regjimi serb. Në qendrën përkujtimore Blaca 99, në Han të Elezit, qëndron monumenti Muri i Kujtesës, si dhe parku Hasan Prishtina. Monumenti Muri i Kujtesës është edhe një mozaik që simbolizon sakrificën e nënës shqiptare, bashkë me emrat e disa prej personaliteteve të shuara botërore që kontribuan në çlirimin e Kosovës, një vepër kjo artistike monumentale që shpreh më së miri kujtime dhe respekt për të gjithë ata që sollën lirinë dhe pavarësinë e shumë pritur të Kosovës.